Përshëndetje Adriana, mirë se erdhe në një kafe me Lolitën. Faleminderit për ftesën dhe është kënaqësi në fakt. Pak e vonuar, po asnjëherë nuk është vonë për një kafe me Lolitën. Ju si goca e pronarit të kafes së Rremës, si e pini kafen? Unë e pi shqeto, në fakt, ka vite e vite, se e kuptova që shijon më shumë, po edhe për një arsye humori, kur i them të tjerëve jemi në opozitë dhe s'duhet kemi shumë shpenzime. Kështu që unë kafen e pi shqeto. Unë e pi kafe turke se fshati akoma nuk ka dalur nga unë, kështu që... Po mirë është se e rëndësishme është që fshati nuk ka dalë për punën e kafes, se ka shumë njerëz që ikin nga fshati po e marrin me vete në mentalitet edhe në veprime. Gjithsesi, një nga arsyet e tjera që ju ftova është se kush vjen tek kafe me Lolitën, ju merr për mirë pastaj jeta. Dikush u bë drejtor spitali, dikush u bë avokat populli, kështu që mbase do ketë një post në qeveri. Në raport me postet, unë kam pas oferta normal, si çdo opozitar, aq më shumë unë që kam pretenduar që jam në vijën e parë të opozitës. Unë në fakt nuk e shikoj privilegj që të thrasi kryeministri apo dikush tjetër dhe të ofroj diçka. Në raport me ato pozicione që i takojnë opozitës, patjetër që unë do preferoja çdo pozicion, por gjithmonë si pjesë e propozimit dhe vlerësimit Partisë Demokratike. Pra, kurse si, unë as nuk kam çuar iluzionet kota në mendjen time, që Edi Rama apo deputetët e tjerë do më votonin mua pas 86 kallëzime penale që kam bërë. Kështu që unë e gjithë ajo narrativa që ngrita personale ishte që edhe referuar traditës, Partia Demokratike, dhe këtu gaboj Partia Demokratike, duhet të ngrinte një strategji të qartë dhe besoj se këtu po gabon edhe Partia Demokratike në raport me opozitarizmin. Pra, për të mos e kthyer betejën e opozitarizmit në emra, tiki Adriana dhe të vi ky. Problemi është që ne duhet ta ngrejmë strategjinë në parime. Pra, është e dështuar kjo strategji që kemi ndjek deri tani? Atëherë çfarë duhet bëjmë që ta ndryshojmë? Duhet ndryshojmë strategjinë, se pastaj bie të kalojmë ka ajo Barsaleta me shtëpitë publike, që njëri kishte bërë investimet dhe tjetri e tregoi qartësisht se ku ishte investimi i tij. Pra, ai kishte investuar ke punëtorët e seksit, ndërkohë që personi tjetër ose pronari tjetër ngjitur që kishte investuar miliona euro tek shtëpia publike ishte bosh. Kështu që në këtë koncept, e them për humor këtë, Partia Demokratike duhet investohet tek strategjia. E shikon, mund të kenë edhe korrekte strategjia, por nuk është strategji fituese. Atëherë, çfarë duhet bëjmë? Dhe në rastin e avokatit popullit, realisht unë nuk futem ke njerëzit që as bëj lozhe, as kam hipokrizi, as flas me prapamendim. Unë them që Partia Demokratike gaboj rënd, por moralisht dhe politikisht, se juridikisht ka gabuar Partia Socialiste, për cilën fakt unë përveç se do ta çoj në gjykatë kushtetuese, po përgatis dhe një kallëzim penal për në SPAK. Ndalemi pak të SPAK-u se kam pikën time të dobët. Kur ju bëni kallëzimet, me kë konsultoheni, me Flamur Nokën apo Gazmend Bardhin? Me asnjërin fakt. Me asnjërin sepse jo për të lënë modestin më njanë, unë kam bërë punën time dhe do ta vazhdoj deri në fund. Pra, çfarë kam bërë unë? Problemi është që unë kur kam parë një shkelje të ligjit, një grabitje të pronës publike, grabitje të parave publike në një formë apo në një formë tjetër nëpërmjet tenderave, koncesioneve, PPP e tjerë, unë e kam marrë denoncimin me shumë seriozitet. Kam parë që aty ka bazë për të ngritur një kallëzim penal. Përvoja më ka bërë që të mos dështoj deri më sot, pra në çdo gjë që kam çuar ka qenë super e sakt në raport, qoftë edhe me pozicionin tim juridik, se në moment që ty të rrëzohet kallëzimi penal, ti mund të akuzohesh për kallëzim të rrem.
Dhe ne në PD e kemi precedentin pa bërë dhe fare kallëzim. Pa bërë fare kallëzim. Ndërkohë, unë kam shprehur edhe besimin tek SPAK-u, unë e di që ti ke dobësi, unë personalisht, si një njeri që i kam dhënë më shumë besim se çdo kush, duke shkuar kaq shpesh në SPAK, të na e kthej këtë besim, të na e kthej këtë vlerësim, duke zbatuar ligjin dhe kushtetutën. Unë pavarësisht se kam denoncuar si askush Erion Veliajn, Edi Ramën, Belinda Ballukun, nga i pari ke i fundit, unë dua që secili prej këtyre të mbajë mbi kurriz atë vepër penale që ka bërë. Mos të dënohet X për tjetrin, apo të bëhet kjo gjuetia e shtrigave brenda Këshillit Ministrave, brenda grupit Partisë Socialiste etj. Për këtë e thash edhe në raport me Partinë Demokratike, jam e qartë, nuk është se Partisë Demokratike do t'i zgjidhë gjë largimi i Flamurnokës, do na vi një Flamurnoka tjetër. Unë mendoj që Partia Demokratike duhet ndryshoj strategjinë, qoftë në raport me protestat, deri diku Zoti Berisha po e dëgjon dhe këshillën time nga larg, sepse unë tash jam shumë serioze në veprimet e mia, jam serioze në denoncime, jam serioze në 3 vite e gjysmë që kam mbajt poste në Partinë Demokratike, po isha shumë serioze dhe në dorëheqje. Vazhdoj prapë me SPAK-un, se unë aty e kam mendjen. Edhe unë të këto takimet kur shkoni, keni rastisur ndonjëherë me Altin Dumanin, Olz Dadon, ose ndonjë nga këto prokurorët me interes të veçantë për mua? Unë e di që ti e ke pikë të dobët Olsi Dadon, unë në fakt në SPAK nuk kam koresponduar, por gjatë kohës që ai ushtronte detyrën në Prokurorinë e Tiranës, kam pas disa raste, dhe me thënë drejtën, unë personalisht kam vlerësim për zotin Dado, edhe në raport me zotin Dumani, thash, unë gjithmonë asnjëherë nuk kam sulmuar SPAK-un, por edhe në rastet kur unë jam marrë me emrat përvetshëm, kam ngritur problematikën. Për mua, për shembull, është dështim në 3 vjeçarin e Altin Dumanit, që nuk janë hetuar ngjarje shumë të rëndësishme, të cilat nuk ka nevojë për shumë hetim. Për shembull, çështja e Megonigalit. Çështja e Megonigalit është e zgjidhur, e riçelur madje prap në Amerikë, dhe është një çështje që në fakt i bën dëm dhe Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është çështja tjetër e Irenës me disa mbiemra. Unë s'kam asgjë personale as me Irenën as me këdo. Por kam çuar provat e plota. Ka ardhur konfirmimi nga Greqia që Irena ka rezultuar e dënuar, dhe ne sot e kësaj dite nuk kemi një reagim për çështjen e Irenës me disa mbiemra, apo për çështjen e Megonigalit, për cilin Dumani refuzon të më jepte edhe përgjigje. Ndërkohë që unë si kallëzuese kam të drejtë të informohem deri në momentin që unë marr një përgjigje reale. Atëherë unë ju përgjigja në fakt pyetjes së SPAK-ut, dhe duke qenë se njoh dhe një dashuri tjetër që keni ju përveç prokurorëve të SPAK-ut, që janë macet. Kemi dhe një njohje të vjetër në bashk në raport me macet. Unë i dua shumë dhe sakrifikoj shumë. Dhe në fakt, këto ditë nuk janë më 86 kallëzime, po janë 87 kallëzime, pasi unë në SPAK kam referuar kallëzimin e fundit, që lidhet me helmimin e keni parë edhe në rrjetet sociale, helmimi që i bëhet 4 putroshve qenë venda cak. Në fakt secili prej këtyre, përveç se është në habitatin e vet, në një zonë të caktuar të Tiranës, ka disa vullnetarë që përgjigjen. Unë për shembull personalisht në 2 pika, qoftë në banesën e vjetër, qoftë dhe në banesën e re, dhe në banesën e re me thënë drejtën jam habitur, por macet kanë një nuhatje të jashtëzakonshme, sepse prej 3 vitesh, megjithëse unë kam ndryshuar banesë, unë vazhdoj shkoj ke lagja e vjetër, sepse janë 18 deri 20 mace që më presin për t'i ushqyer natë për natë. Ndërkohë tek lagja e re, nuk e di nga e kuptuan, dhe aty filluan të mblidheshin macet, dhe sot çdo natë
ju shej ose unë, ose djali sipas rastit. Dhe gjithmonë në makinë kam 2 thas me ushqime, për shkak të punës që bëj në përrethe, për të ushqyer këdo mace dhe qenë. Dhe nga ana tjetër, ndjem keq, ndjem me dhimbje të madhe, po ndjem edhe e irrituar në një kohë që punonjës të strehës bashkisë, veteriner që paguan për të mbrojtur, për të sterilizuar, për të përkujdesur për qenë të rrugës dhe jo vetëm, marrin guximin dhe i helmojnë. Në dijenin time, ky rast ka kaluar dhe me një hetim brenda urdhrit të veterinerëve, por unë nuk shpresoj nga disa njerëz të cilët mund të jenë urdhërues. Për shembull, unë kam kallëzuar dikur Erion Veliajn që urdhëronte vrasjen e qenve dhe janë jo pak, janë 14.000 qenë që mungojnë në zonën e Tiranës. E ka filluar kryeministri dhe prandaj dhe ne jemi në këtë qasje me shtetin, me pronën publike dhe private dhe me parat publike, sepse është një thënie e pazëvendësueshme. Një shtet duket nga sjellja që ka ndaj kafshëve. Jam shumë e lumtur që ju u zgjatët e kjo temë, pasi edhe për mua është shumë e rëndësishme dhe është një mesazh dhe sensibilizues. Kafshët janë dashuri dhe ne duhet përkujdesemi për ta. Tani, duke bërë një analogji, nëse PD-ja duket si një kafshë brisht, mos ndoshta duhet ta adoptoj PS-ja në mënyrë që të vinë pushtet? Jo, e para PD-ja nuk është një kafshë brisht, sepse e ka kaluar moshën për të qenë një kafshë brisht, pavarësisht se PS-ja është më e madhe, po gjithsesi nuk jemi në momentet, sepse prandaj dhe nuk adoptohen fëmijët 25 vjeç e sipër. Unë mendoj se PD-ja ka nevojë që të sillet si familje. PD-ja brenda spektrit të vet, pra në thonjza pa kaluar gardhin, brenda spektrit të vet, duhet të sillet sikur është brenda familjes vet. Tani unë po e lidh këtë me veten time. Kam pas shumë përplasje, debate, jo fizike, kam pas shumë përplasje derësh, kam pas shumë përjashtime, nuk kam folur kurrë, as nuk do flas, se kush janë rastet, si janë rastet, por PD-ja nuk është e brisht. PD-ja për mua sot, mund ta kem gabim, qoftë dhe me rastin e avokatit të popullit, tregoj që është në drejtim të paditur. Është në një udhkryq që nuk po di nga të drejtohet, sepse hajde ta kthehemi prap tek avokati i popullit. Faljet ishin shumë acaruse dhe shumë fyse. Unë pranoj çdo lloj falje, por pranoj një falje të sinqert, mos më jep fare argumenta, po ma thuaj në mënyrë të ndjerë që unë gabova. Dhe për sa kohë gabimi është njerëzor, unë personalisht fal sa njerëzit nuk e besojnë për këtë natyrë që kam. Ama kur unë ndjehem e fyer, kur ti luan me intelektin tim, jo unë nuk e pranoj faljen. Ti përpos se e prishe këtë proces, siç thashë, moralisht dhe politikisht. Juridikisht Partia Demokratike ishte në rrugën e drejtë. Dhe çfarë mori si kundërveprim? E pat shumë mirë, kundër veprimin e njerëzve. Tani t'ju bëj një pyetje unë, sepse jam akuzuar shumë. Jo, pyetje retorike, e bëj për publikun unë, jo për ju, se ju e dini më mirë se unë. E nderuar, unë po bëj një pyetje për publikun. Bëra ca akuza mbas zgjedhjeve të 11 majit. E dini ju. Tash u s'kam qef të merrem me emra, unë merrem me fenomenin. Tani vim sot. Të paktën që kur doli precedenti Shabani në Partinë Demokratike. Tani publiku që më mbështeti në mënyrën më të padiskutueshme. Pjesë e publikut kam qenë. A është e bindur? A është i bindur publiku tani që unë kisha vetëm 3.000 vota në zgjedhje? A është i bindur publiku demokrat tani? Po kthehem ke demokratët,
që unë kisha 153 vota në gjithë qarkun e Tiranës në primare? Atëherë, këtu është kthesa që unë kërkoj nga Partia Demokratike. Unë nuk hiki dot. Unë kam hik nga struktura drejtuese, por unë nuk hiki dot se nuk më lë zëmra të hiki nga Partia Demokratike. Por unë, nëse nuk ndryshon qasja, siç thash, nëse nuk ndryshon struktura e partisë apo skema se si ne na sjell në pushtet, unë nuk kam pse kthehem dhe bëhem pis me të njëjtën retorik. Atëherë më lind spontanisht pyetja, cilët nga doktorët që janë aktualisht në PD mund ta shërojë Partinë Demokratike? Sali Berisha, Flamur Noka apo Tritar Sheu? Jo, kemi dhe Ilir Ali Mehmetin. Mos harrojmë. Nuk e konsiderova. Dakor. Jo, në fakt ai nuk është me të drejtën as pjesë e strukturave, as pjesë është vetëm antar i Këshillit Kombëtar dhe drejton një departament të shëndetësisë. Unë mendoj se asnjëri veç e veç, as të tre bashk nuk e shpëtojnë dot Partinë Demokratike. Prandaj thash që ne nëse heqim Flamurin dhe vëm Adrianën apo vëm Ilir Ali Mehmetin, ne nuk ndryshojmë asgjë. Prandaj dhe unë mendoj që reformimi i Partisë Demokratike nuk duhet bazohet në emra. Reformimi i Partisë Demokratike duhet bazohet në parime dhe në vlera. Dhe jo më kot e kam bërë thirrjen, po duke ditur që zoti Berisha e ndjek shumë faqen tuaj, unë po ja bëj dhe nga kjo intervistë. I them zotit Berisha që demokratët janë të lodhur. Nuk kanë nevojë as nga foltorja numër 2, as nga foltora të tjera, apo nga të tjerë që bëjnë foltore brenda dhe jashtë Partisë Demokratike. Demokratët që sot në shumicë kanë parë padrejtësinë ndaj Adriana Kalas si padrejtësi të secilit prej tyre, kërkojnë të mbahen premtimet e foltorës numër 1. Unë për këtë ju bashkova Partisë Demokratike. Unë kam qenë demokrate gjatë gjithë jetës, por s'kam qenë kurrë në struktura. Jo për të bërë luftë klasash, as për të bërë, për shembull, unë personalisht nuk më pyetët, po kam qef ta them. Po një. Nëse më lejohet. Patjetër. Më erdhi një propozim për të firmosur një nga këto desorozizimin e PD-s. E para, mua s'më pëlqen, këtë gjë më duket kanë bërë edhe këshilltarët bashkiak, për të hequr, më duket kjo rruga këtu afër PD-s quhet George Soros. Në dijenin time nuk jam shumë e sigurt që është qëndrimi drejt, por nuk është real. Është qëndrim Don Kishoti sot, Pse e them këtë? Qytetarët e Tiranës kanë halle pafund. Çdo qytetar irritohet kur këshilltarët tanë kërkojnë një veprim se nuk ke në dorë për ta bërë. Unë jam shumë dakord. I ke votat për ta bërë, po. Dhe unë e krahasova me atë teatrin e turpshëm që u bë me Niko Peleshin. Ndërkohë, ti na humbe kohën ne si demokrat për të parë një debat në parlament, sepse u more me Niko Peleshin, ti nuk e vota për ta shkarkuar Niko Peleshin. Ti ke ngrit stekën për luftën ndaj Sorosit, Ti ke thënë vendimi i parë që do marr do të jetë nxjerrja nën grada e George Sorosit, Ti më mbështet dhe e pranon një propozim që në detaje mund të jetë shumë real, por ne duam të hapim partinë, ndërkohë ne përjashtojmë njerëz. Tani çfarë do bëjmë ne? Unë jam shumë dakord, po të merren me gjëra konkrete. Atëherë, Adriana Kalaja është antare kryesisë? Po. Ka marrë tendera nga qeveria? Merroni me Adriana Kalan. Pse duhet bëjmë një propozime le që janë kundra të drejtave të njerëzit këto lloj propozimesh, Se dikur Lolita ka marrë ca fonde nga Sorosi për të shkolluar. Këtu unë i them faleminderit Sorosit dhe Lolitës, se është shkolluar, është investim për Shqipërinë shkollimi i Lolitës dhe i shumë njerëzve. Je dakord me mua këtu? Unë jam dakord, po s'ka marrë gjë. Jo, dakord. Se do të fillojnë dhe akuzat. Do fillojnë dhe akuzat ndaj teje. Me tjera gjëra. Po, asun s'ka marrë gjë,
le të thënë çfarë do duan, por nëse do më jepte, ja po e deklaroj tani që është kjo lufta ndaj Sorosit, nëse do më jepte një bursë për studim, do ta kisha marrë. Nuk e mora dot, nuk e arrita dot, se në ato periudhë unë kisha fokusin tim rritja dhe edukimi i fëmijëve. Sepse më bëhet dhe kjo pyetje, ku ke qenë ti deri tani? Nga dole ti, ëh? Se fillimisht dola ke teatri. Por unë parësore kam familjen, kam fëmijët. I edukova fëmijët, është investimi më i madh dhe më i bukur i jetës time, dhe pastaj unë mendova sa të ri në këtë kafe që po rri me ty, unë mendova që është më mirë që këtë kohën time ta investoj për interesat e Tiranës dhe të Shqipërisë. Po e bëhet si Madeleine Albright, më fal që ju ndërpres, sepse dhe ajo 38 vjeç që ka filluar karrierën tamam për të punuar. Deri 38 ajo thjesht ishte shkolluar, ishte marrë me familjen, kështu që kush e di do bëni dhe ju sekretare shteti. Nuk uroj, më duket se gojën e ketë mbar, kështu që uroj dhe intervista duhet të ecë mbar patjetër. Tani, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them. E para njerë unë jam kundra këtyre zgjedhjeve apo emërimeve, këtyre po marrë me gratani, këtyre vajzave të reja që nuk kanë bërë asgjë në jetë, dhe gjën e parë ajo ka marrë vetëm rrogën si deputete. Por pos faktit që e kam thënë, e kam ngritë dhe në mbledhje si propozim, ne jemi parti e djathtë, ne jemi parti konservatore. Ne duhet heqim dorë nga termat komuniste, jo barazia, jo kuotat e grave, jo. Unë më mirë 100 herë do votoj një burr të zgjuar, të zotin, se sa një grua budallachk. Një grua që edhe sot e kësaj dite nuk dëgjojmë që të ngrihen në parlament dhe të flasim për një gjë të saktë. Për të mos thënë që po bëjmë fotokopjet e korporatave. Albana Vokshi është drejtuese e LDG-s që nga 2009. A mendon se meriton të ishe tim parlament se sa ajo? Unë të thash, unë mendoj që duhet isha në parlament. Përpara shumë të tjerëve. Dhe këtu kur them, nuk e bëj krahasimin unë me gratë. Unë personalisht e bëj krahasimin me kontributet. Ndërkohë, ju jeni dëshmitar, në këto vite që unë kam kontribuar brenda Partisë Demokratike, po e heqim kauzën e teatrit kombëtar, se atë e kam bërë si aktiviste. A kam qenë njeriu në ball të çdo betejë dhe proteste? Këtë dua unë. Unë nuk dua që të them pse çove ti Elda Hotin dhe Albana Vokshin dhe nuk çove Adriana Kalan. Nuk merrem unë me emër. Pse Albana Vokshi me cilësinë e kryetares së KQZ-s partisë të KKS anulloj kutijat e varës. Si mund të anullosh ti kutija dhe nuk bë zgjedhje më në varë? Pse? Sepse ju kishit interes që të skaconi disa njerëz që s'ju pëlqenin për qëndrimet e tyre. Ndërkohë, unë këto i kërkoj Sali Berishës. Kthe votën, kthe meritokracin, sepse po u kthyen këto parime dhe kthe zbatimin e statutit. Tani do më thuash ti, po e pyes unë vetëm para se të ma pyesësh ti. Berisha duhet ta zbatoj i pari statutin, Besoj do ma pyesje këtë. Po, atëre. Nuk e kisha në listë, po do më vinte. Po, me që unë po të them zbatimin e statutit. Atëre, në raport me Berishën unë kam një qasje tjetër. Këtë e kam jo si ish antare e strukturave apo ish kryetare e gjykatës partisë. Gjyqtari, kur merr atë vendimin përfundimtar, i shikon provat në tërësi, faktet në tërësi dhe të lidhura me njëra tjetrën. Tani, pse themun që Zoti Berisha nuk duhet ta jepte dhe vazhdoj të them që Zoti Berisha nuk duhet ta jepte. Po e them një pjesën juridike, pastaj pjesën morale ose të dëshirës time. Juridikisht Berisha padrejtësisht nuk është lënë ta gëzoj mandatin në mënyrë të qetë. Ne jemi dëshmitar që për 333 ditë ka mbetur në arrest shtëpia. Dakord? Këto ishin një dica nga arsyet që unë i thash, kaluam këtë, kemi bërë 3 vite gjyq për logon dhe për vullën. Kaluam arrestimin e liderit, kaluam gjithë të problemet mëdhaja. Atëre, ne nuk duhet ta çojmë partin në përçarje. Nuk më dëgjuan dhe thash, është më mirë ta ndryshojmë statutin,
të bëjmë një nen tranzitor dhe të themi vetëm për këto palë zgjedhje ne nuk do bëjmë primare sepse na ka ndodhur 1, 2, 3, 4. Dhe unë i thash doktorit në mbledhje, prandaj dhe votova kundër. Kam qenë ndër të vetmet që kam votu kundër vendimit politik për të bërë primaret. I thash, e para kjo është shkelje statuti, atëre bëj primaret siç duhen. Unë do kthehem në strukturat e Partisë Demokratike kur të rikthehen premtimet e foltores numër 1. Okej. Po si njohëse mirë e qitjes, kë do ftonit në poligon? Sali Berishën apo Edi Ramën? Edi Rama është i zoti për skema, po nuk besoj se është i zoti për qitje. Pse e them këtë? Nuk është i zoti për qitje, sepse po shikoj që ai nuk është se ka patur sukses se ka qenë i zoti. Ka patur në shumicën e rasteve sukses sepse ka përqarë opozitën. Mos harrojmë që deri në 2021 ai bënte me opozitën këdonte. Vendose dhe në lista këdonte. Kështu që prandaj dhe demokratët u gëzuan shumë. Unë fakt edhe në basketbol mund ta konkurroj Edi Ramën se nuk është se ka qenë një lojtar, rezerv ka qenë, për të mos thënë që ka qenë mbajtës topash, mos e merrni në kuptimin negativ, mbante vetëm topat të basketbollit normalisht, por ka qenë dështak. Ka qenë dështak në art, ka qenë dështak në marrëdhëniet njerëzore, pra ai sot, nëse ne bëjmë një bisedë, ai nuk ka një shok, nuk ka një mik të afërt. Pra ai çdo komunikim e ka të ngritur mbi bazën e pazarit, mbi bazën e lekut, mbi bazën e eurove apo të dollarit, po të duash. Ndërkohë, ta kthejmë prapë se si thot populli shkon gjuha ku dhëmbi. Tani mua më kanë thënë shumë njerëz. Dua t'i bëj një pyetje interesante Edi Ramës. Më kanë thënë shumë njerëz nuk të votonte ty Edi Rama. Është shprehur. Edhe Edi Rama, dhe Ulsimania, dhe Taulanti, normal. Mua kjo nuk më ka shqetësuar që unë ta bëj, avokatën e popullit, e kam bërë me shumë sukses, dhe ju e dini që një nga abuzuesit të pronave ndihmare është vetë kryeministri. Kështu që unë nuk prisja që kryeministrit më votonte, por pyetja që kam për kryeministrin është si mundet që bëri gjithë të skem, se kjo është skema e kryeministrit pavarësisht se opozita ra në grackën e tij. Si ka mundësi që të bëhet gjithë kjo skem? Për të votuar dikë që çfarë? I ka çuar shokun më të ngushtë, mikun më të afërt, Ilir Beqajn në SPAK. Tani, se më beti mendja të topi, kush ju ka bërë gol në politik? Unë nuk shquhem për një politikane madhe, edhe nuk shquhem as për që kam qenë në port. Unë politikën edhe futbollin, megjithëse e njoh shumë mirë, jam shumë tifoze edhe për lidhjet e mia të dikurshme familjare, jam shumë tifoze, po shumë. Kam 3 ekipe që nuk i ndroj me asgjë. Është Kombëtarja e Shqipërisë, normal, është Tirana dhe Juventusi. Ndërkohë kam një idhull që nuk e zëvendësoj me askënd, që është Ronaldo. Dhe më pëlqen për grintën që ai shfaq, më pëlqen për bamirësitë e jashtëzakonshme që ai bën, është në nivelet më të larta që mund të bëj dikush bamirësi, dhe mua më pëlqen shumë kjo pjesë. Ndërkohë që ai e ka bërë me punë. Ti besoj flet për Cristiano Ronaldo? Po, Cristiano. Asa unë flas për Ronaldo në të brazilianët, si kam qeftullat. Patjetër, po dakord. Prandaj dhe ke dhe fiksim Olsi Daudon, po flasim për ca njerëz me flok plot. Dhe unë e kam për Cristiano Ronaldon që ka krijuar një figurë të pakrahasueshme në këndvështrimin tim për të gjithë komponentët, po mbi të gjitha ato që unë në fakt e dashuroj, është për performancën që ai bën vetëm mbi punën, mbi regjimin, mbi karakterin e tij. Dhe meqense publiku nuk e di, posedoj 4 licenca. Jam eksperte fiskale, eksperte kontabël dhe ndërmjetëse. Përveç avokatës, pavarësisht se njerëzit më njohin me titullin e avokatës. Prandaj dhe ato kallëzimet e mia
kanë bashkangjitur përveç ekspertizës ligjore dhe ekspertizës financiare për dëmet që janë krijuar buxhetit të shtetit shqiptar. Të kalojmë te personazhet tjerë, si u pajtove me Endri Meksin, apo i dhurove në ikën atjere? Jo, në fakt unë isha bërë gati për t'i dhuruar puro dhe kanatjere. Jo se u pajtova në kuptimin e ndonjë kompromisi, por me thënë të drejtën, ishte Endri Meksi që ofroi mirë kuptimin, sepse e kuptoj që po më sulmonte pa asnjë lloj arsye. Pra, në të gjitha të gurgulen që ka opozita shqiptare, ti të sulmosh pa lidhje një njeri që bën opozitaren, një njeri që ka pas pasoja në familje, me qënë sera fjala, unë kam një djalë 38 vjeç, kam një vajzë 35 vjeçe, kam dhe një nip 5 vjeç. Tani, përveç kohës që unë janë të vetmit 3 njerëz që unë mund të kërkoj falje në këtë jetë, unë i kam vënë dhe në vështirësi. Për shembull, djali im ka qenë jurist nga më të mirët ke taksat, ke Bashkia Tiranë. Ditën që unë u futa në Partinë Demokratike dhe dorëheqen. Me të drejtë, tha unë nuk dua mam që nesër të dali kryetari, që tani është në burgun e Durrësit, të thotë djalit sa i japun rrogën, në fakt ai merr rrogën nga shteti. Ndërkohë të njëjtin gjë bëri dhe Imebi. Ishte në presidencë, qëndroi deri në momentin e largimit të zotit Meta, që vajza, edhe unë personalisht kam një konsiderat të jashtëzakonshme për mënyrën se si drejton institucionin, kështu që unë përveç se kam pasoja personale, familjare, të merresh me mafia, ju e dini shumë mirë, se besoj edhe ju keni marrë kërcënime. Ne kemi marrë live kërcënimet. Unë i marrë live edhe nën Rogoz, edhe kështu si me të qeshur, i shkonin edhe djalit tim i thonin, s'ka frikë mami se këto të heqin qafja, thonin edhe kështu, me të butë gjoja, por njeriu vdes edhe kur të shkel karroca në le të vdesim qofse është që ja vlen të vdesësh nga mafia dhe për hir të interesit publik, se kam një ditë do vdesim. Por ata emrin nuk e shuajnë dot Adriana Kala, se e ka lidhur me punën. Ato denoncime që kisha unë që i bëra, i kishin dhe shumë të tjerë. Qoftë paralelisht me mua, qoftë para meje. Po zgjodhën t'i fusnin në sirtar. Ndërkohë unë se kam mbyll kurrë sirtarin, e mbaj gjithmonë hapur. Edhe sirtarin e ëndrave, edhe sirtarin e dokumentave. Se si dihet kur duhet hapur. Unë e mbaj gjithmonë hapur. Nuk i jap asnjëherë mundësi që ëndrat mbyllen në sirtar. Unë e mbaj hapur, sepse nesër nuk i di se çfarë ndodh. Tani, kthehemi pak te kafshët, se edhe ato i kam dobësi. Kur dëgjoni debatet në parlament, si u duken? Si mjaullima macesh apo si lehje qensh? Nëse unë do t'i krahasoj me këto të dy, që sapo krahasove, që unë i du dhe unë fort, unë mendoj se ne i fyejmë shumë edhe macet dhe qend. Do me thënë unë, sa herë shoh kuvendin, sa herë shoh ato veprime që nuk e di, thash edhe majmunin e ofendoj, nuk di, do me thënë, unë emrin e një kafshve që ti përkufizoj dhe ti barazoj me ato veprime, nuk e gjej dot, se thash e dua shumë macet dhe qend, por nga ana tjetër, e di çfarë më kujtojnë ato veprime? Edhe të njerëzve të tjerë, jo vetëm brenda parlamentit. Si thënë, sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë dua kafshët. Unë i kam gjitha pyetjet tani vetëm me kafshë. Vazhdo, me shumë kënaqësi. I ndan dot në kategori qen, mace këto personazhe? Saljani. Jo, refuzoj. Shiko, në politik, njerëzit nuk janë as qen as mace. Janë ca kafsh më dredharake. Dhelpër mund t'jetë dikush, gjarë për dikush, sepse gjithmonë jetën time, ju e dini shumë mirë. Kush është më mace ose kotele në PD? Koteles mund ta quaj, unë pa dhe mace, disa keq më vjen. Po shumë dhelpër mund t'quaj Jorida Tabakun. Dhelpër, po. Po, mund ta quaj. Po nga PS-ja? Nga PS-ja, dhelpër, ajo, një dhelpër shumë e mirë mund t'ishte Elisa Spiropali. Por shembull, mua më vjen shumë keq kur Elisën e krahasin me mamicën. Realisht më vjen shumë keq. Do me thënë, bëhen ca krahasime
të pavënta dhe unë një grup njerëzish që me thënë drejtën nuk kam asnjë konsiderat, unë këto do t'i konsideroja më shumë si një specie bastarde. Shumë faleminderit për këtë bisedë kaq të këndshme dhe për kafen. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe jam e gatshme të vi sa herë të dëshironi për një kafe, për një bisedë dhe uroj që 2026 të na gjej me gjërat e paralizuara të mbetura në mes nga 2025, po edhe me surpriza të reja, patjetër që po.